Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një situatë që prej ditësh ka mbetur pezull mund të marrë më në fund një drejtim të qartë. Do të kuptoni se jo çdo betejë kërkon forcë. Ndonjëherë rezultati më i mirë vjen nga durimi. Në ambientin profesional dikush mund të vlerësojë një ide që ju e kishit konsideruar të zakonshme. Demi. Do të ndjeni nevojën të vendosni rregull aty ku kohët e fundit ka pasur paqartësi. Një çështje ekonomike ose familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja do të jetë më pranë se sa mendoni. Në dashuri, një bisedë thjesht mund të largojë dyshime që nuk kanë pasur bazë reale. Binjakët. Dita sjell lëvizje dhe kontakte interesante. Një mesazh, telefonat ose takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e planeve tuaja. Mos refuzoni një ftesë që në pamje të parë duket e zakonshme, sepse mund të fshehë një mundësi të vlefshme për të ardhmen. Gaforia. Kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni më shumë intuitën sesa mendimet e të tjerëve. Mund të ndjeheni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, por pikërisht kjo ndjeshmëri do t'ju ndihmojë të kuptoni se kujt mund t'i besoni. Një lajm nga familja mund t'ju sjellë qetësi. Luani. Disa prej jush do të ndihen në qendër të vëmendjes pa bërë përpjekje të veçanta. Një projekt ose iniciativë personale mund të tërheqë interesin e njerëzve të rëndësishëm. Në marrëdhëniet sentimentale, shmangni krenarinë e tepërt dhe tregoni më shumë spontanitet. Virgjëresha. Një detaj që të tjerët e kanë anashkaluar mund të rezultojë vendimtar fal vëmendjes suaj. Në punë ose studime, do të keni mundësinë të korrigjoni një gabim përpara se të krijojë pasoja. Në aspektin emocional, mos analizoni çdo gjë. Ndonjëherë ndjenjat kanë nevojë të jetohen, jo të shpjegohen. Peshoria. Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të bëhet më e dukshme. Një marrëdhënie që ka kaluar momente të vështira mund të hyjë në një fazë më të qetë. Dita favorizon vendimet që lidhen me bashkëpunime, kontrata ose marrëveshje afatgjata. Akrepi. Do të keni një aftësi të veçantë për të lezuar qëllimet e njerëzve përreth. Megjithatë, jo çdo situatë kërkon hetim të thellë. Në disa raste, gjërat janë pikërisht ashtu siç duken. Një çështje financiare mund të marrë zhvillim pozitiv nëse veproni me maturi. Shigjetari. Rutinat e zakonshme mund t'ju duken më kufizuese se zakonisht. Kërkoni mundësi për të mësuar diçka të re ose për të ndryshuar ambient. Një person me ide të ndryshme nga tuajat mund t'ju frymëzojë më shumë se sa prisni. Britsjapi. Puna e bërë në heshtje fillon të jap sinjale konkrete suksesi, edhe pse rezultatet mund të mos jenë ende të plota. Do të kuptoni se po lëvizni në drejtimin e duhur. Në jetën private tregoni më të hapur ndaj atyre që kërkojnë afërsinë tuaj. Ujori. Një ide që ju ka lindur rastësisht mund të kthehet në diçka me vlerë. Dita favorizon kreativitetin, teknologjinë dhe projektet që kërkojnë mendim origjinal. Në dashuri, surprizat do të jenë më të këndshme kur nuk përpiqeni t'i kontrolloni. Peshqit. Një kujtim, një takim ose një bisedë mund t'ju bëjë të reflektoni mbi zgjedhjet e fundit. Në vend që të shikoni pas me nostalgji, përdorni nevojat e fituara si udhërrëfyes për hapat e ardhshëm. Në mbrëmje, një moment i qetë mund t'ju japë përgjigjen që keni kërkuar prej kohësh. Horoskopi në Top Albania Radio.